Ku është vlora e Selam Salërisi ishte ky? E Selam Osajt që hodhi mret 50 milion me një grysht lebrisht të vlorës në det. Ku është ajo vlorë sot? Në qoftë se është e vërtet. Në qoftë se është e vërtet që tubat e ujësjellësit vlorës nuk janë qasë se kanë pas probleme tubat, nuk janë qasë se ka pas probleme natyrore, por sepse mbi tubat janë bon dërtime, janë leje, dërtimi në mënyrë kontraband prej bashkisë vlorës në qoftë se është e vërtet. Ku është vlora? Ajo vlorë që me një grysht lebrish hodhin det një perëndori, si nuk mundet shkoje të ndryshoj një qeveri maskaresh, në qoftë se është e vërtet. Uroj të mos jetë e vërtet, se nuk mban mo, nëse dha nuk mban mo ujë lakrori, korupcion mas korupcioni, e turpshme, e neveritshme. Çfarë qeverie pas kim bon pjell ne? O Zot, o fatkeqësi. Nga ana tjetër dëgjova që Kosova është në vështirësi buqetare, për arsye se sa u bo, ka qenë një gati u bo një vit, më shumë se 6 muaj më duket, që ka qenë në krizën politike, se ato maskaret të opozitës nuk pranonin, si kur kishin fjetuar shumicën ato maskaret, gjithë bashk nuk boshin sa partia Albin Kurtit dhe nuk pranonin për interese serbe dhe slave. Janë apo s'janë lidhë me serbet, ato vetëm punën e serbëve kanë bo, kur pengojnë ndërtimin sa më shpejt qeverisë. Por unë mësova, ose dëgjova, që qeveria e Kosovës është në krizë buxhetare, edhe do t'jetë turpshme në qoftë se shteti shqiptar. Po qëse shteti Kosovës ka nevojë, nuk ndan çfarëdo buxheti që ka sot me Kosovën, që vështirësitë që kemi në njërin anë apo në anën tjetër t'i ndajmë bashkë, t'i kapërcejmë bashkë, përpara se të shtrim botë atë dorën botës Evropës. Në qoftë se është e vërtet, sot është koha që të tregojmë që ose është e vërtet qeveria që ka pak moral, nder prej shqiptari, që përpara se vlla jon, vlla i familjes sate, të ketë nevojë të vinë të tjerët të na ndihmojnë, ne duhet të ndajmë të kafshat që kemi në mënyrë të përbashkët. Herë ato të ndihmojnë neve, herë ne ndihmojmë ato sa kohë që bota na pengon të jemi bashkë. Sa më gjoka, ju përshëndet.